Një tjetër skandal i policisë së shtetit të shënuar në Tiranë në 22 prill, 3 efektiv të komisariatit numër 1 kanë dhunuar një 14 vjeçar pasi e kanë shoqëruar për hedhje të lëndëve piroteknike. Ngjarja është mbajtur e fshehtë nga Policia e Shtetit dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, por është bërë publike nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit. Ka qenë prindërit e 14 vjeçarit, të cilët kanë denoncuar rastin dhe 2 vëzhgues të Komitetit të Helsinkit kanë shkuar për ta verifikuar në komisariatin numër 1, madje nga inspektimi ka dalë që i mituri nuk është dërguar në spital, por raporti ishte shkruar nga punonjësit e policisë. Pas kërkesës së prindërve ai është dërguar në spital, ku dhuna është konfirmuar nga mjekët e traumës. I mituri u shoqërua në spitalin e traumës në datën 12/4/2025, ora 20. Sipas epikrizës përcjellëse mjekësore që është dërguar Komitetit Shqiptar të Helsinkit nga prindrit e të miturit, diagnoza është kontuzjon kapitis, goditje me grushta, të ndiqet nga mjeku i familjes për pushim dhe rikontroll sipas sistemit të referimit. Në regjistrin e të dhënave të personave të shoqëruar të mitur, Komiteti Shqiptar i Helsinkit konstatoi korrigjime në oraret e shënuara, në emrin e psikologës dhe oficerit të policisë gjyqësore. Në fakt, psikologja MT nuk ishte marrë takime të miturin JG në komisariat, por vetëm në ambientet e spitalit të traumës. Pretendimin e prindërve por edhe të Komitetit Shqiptar të Helsinkit e ka konfirmuar dhe Drejtoria e Policisë së Tiranës 2 ditë pasi ka ndodhur ngjarja. Në lajmërim për mediat pranohet dhuna e ushtruar ndaj 14 vjeçarit. Gjithashtu Drejtoria e Standardeve ka nisur një hetim për këtë çështje, por megjithatë, efektivët vijojnë të jenë në punë dhe nuk janë pezulluar. Në bazë të pretendimeve të prindërve të të miturit, se ai është dhunuar gjatë qëndrimit në ambientet e komisariatit, me urdhër të drejtorit të Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë, më datë 13/4/2025, ka nisur ecuri disiplinore për shkelje të rënd për 2 inspektorë të patrullës 1 dhe 1 specialiste të patrullës së komisariatit numër 1. Në raportin e Komitetit Shqiptar të Helsinkit thuhet se të miturit nuk i është dhënë ndihma e nevojshme mjekësore dhe psikologjike, duke shkelur në këtë mënyrë kodin e procedurës penale dhe kodin e drejtësisë penale për të mitur.